Mirë broma miq, sot do flasim për një periudhë të historisë shqiptare e cila është nga më pak të studiuarat. Është në fakt ajo pjesë e historisë me të cilën pastaj më vonë u konfigurua shteti shqiptar, ky shtet shqiptar që njohim sot. Është një periudhë pak e studiuar nga shqiptarët, po shumë e studiuar nga serbët dhe malazezët. Është një periudhë e cila në një farë mënyre na dha këtë Serbi që kemi sot. Unë po marr vetëm një fakt se sa shumë e studiojnë serbët historinë e tyre dhe sa shumë libra bëjnë, duke marrë edhe aspektet veçanta. Për shembull, këtu kam një libër Rat Zamore, në fakt është i printuar, është lufta për detin. Tregon luftën që kanë bërë serbët për të dalë në Durrës. Ata bën një luftë të jashtëzakonshme, arritën ta merrnin Durrësin vetëm fal fuqive të mëdha e lëshuan prapë. Unë madje këtu ke edhe janë edhe disa toponime që kanë mbetur nga ajo kohë, për shembull ke fshat në Durrës, në mos gaboj, që quhet Draç. Është një toponim serb i Durrësit. Gjithsesi, për të folur për këtë periudhë, unë kam këtu studiusin ushtarak, zotin Përparim Rexhevaj. Zoti Rexhevaj, përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit shumë. Jam shumë mirënjohës për faktin se ju faqemisht keni promovuar të studimet e mia për luftën e Janinës dhe për luftën e Shkodrës, dhe që janë pjesë e luftës ballkanike, domethënë, dhe keni shumë të drejtë sepse unë duke studiuar këto tema kam parë që referenca nga autorë shqiptar për luftën ballkanike, për mbrojtjen e Shkodrës, për mbrojtjen e Janinës ka shumë pak. Shiko, neve po e bëjmë këtë emision edhe për një fakt tjetër. Faktikisht, lufta për mbrojtjen e Shkodrës dhe lufta për mbrojtjen e Janinës ishin pjesë e një skenari më të madh që ishte lufta ballkanike. Prandaj edhe neve do flasim sot për luftën ballkanike dhe për pozicionin shqiptar, se ka për shembull teori nga më të ndryshmet që gjatë tërheqjes së serbëve, mbasi u thyen në ofensivën e dytë të Drinit, shqiptarët i masakruan, i bën në fakt shqiptarët nuk i bën asgjë. Ka legjenda urbane mbi luftën që bën mirëditorët duke prerë tërheqjen e tyre. Në fakt kjo nuk ka ndodhur, madje ju e më thatë që ka pasur edhe akte humanizmi që i kanë ndihmuar. Patjetër. Ushtarët serbë që ishin në fatkeqësi tashmë ata ishin një ushtri e mundur që ndiqeshin nga austro-hungarezët për t'u vrarë me çdo çmim. Madje unë kam parë edhe foto ku tregojnë që robërit serb pushkatoheshin nga trupat austro-hungareze në shkelje me çdo kombent. Gjithsesi, le ta fillojmë. Kush ishte Ballkani përpara luftës ballkanike? E ne atë lutem më nxirr një hartë. Atëherë, ky ishte Ballkani përpara fillimit të luftës ballkanike. Neve shohim që Serbia ishte një principat, Mali Zi përfshinte vetëm disa fshatra, edhe këto fal konferencës së 1878 së Berlinit ku na kishte marrë Tuzin dhe Ulqinin, pra e vetmja dalje në det e Malit të Zi në atë kohë ishin qytetet shqiptare që ende janë shqiptare të Tuzi dhe Ulqinin. Në fakt Tuzi e ka ndruar raportin demografik, po të shkosh të shti ata kanë bërë edhe një kishë të madhe në Tuz, ndërsa Ulqini e ruan akoma supremacin shqiptare demografike, nuk e di edhe për sa kohë, sepse zihen si qend partit me njëri tjetrin, derisa ta humbasin edhe aty pushtetin. Kemi Greqinë, e cila është dukshëm që është shtuar në kurriz të vilajetit të Janinës, të cilin e ka marrë pothuajse plotësisht, ka marrë një pjesë të vilajetit të Manastirit, një vilajet shqiptar në ato kohra, dhe të vilajetit të Selanikut, Thesalonikit, i cili në fakt ishte një mishel shqiptarësh, grekësh, vllehësh, hebrejsh, turqish vetë, dhe shohim që pothuajse gjysma e mbretërisë së Greqisë është zhvilluar në kurriz të vilajeteve të perandorisë otomane, të cilat në fakt ishin pothuajse shqiptare. Kemi dhe Rumaninë, e cila është pothuajse gjysma e territorit të sotëm, më vonë u zgjerua mbas luftës së parë botërore, kur Austro-Hungaria u shpërbë dhe doli një fuqi humse, dhe kemi edhe Shqipërinë në mos, domethënë si pjesë e territorit otoman.
Atëhere, pse filloi kjo luftë, zoti Përvalim? Po, që në vitin 1877, Rusia dhe Austro-Hungaria, si dy fuqit më të mëdha që ishin interesuar në Ballkanin, bën një takim të fshehtë dhe rënë dakord që situata në Ballkan do ruhet statu quo në Ballkan, natyrisht duke plotësuar kërkesat e njëri tjetrit. Në këtë takim, për çudi, u arrit një marrëveshje që do të krijojë më vonë një Shqipëri e pavarur, po pa caktuar kufijtë e saj, për shkak se faktori shqiptar ju imponua fuqive të mëdha europiane, sidomos me lidhjen e shqiptarëve të Prizrenit. I vetmi lidhja shqiptare Prizrenit ju imponua fuqive të mëdha. Ata fillimisht caktuan Kongresin e Berlinit të plavët negociim do ta merrte Malizi. Malizi çoi gjithçka e tij nuk e mori dot. Atëre italianët propozuan që të merrnin Hotë dhe Grudin me që ishin të besimit katolik. U bë betejë e madhe në urën e Zhanit duke mërën dot, atëre u morë Urqini. Pra, duke parë këtë faktor të shqiptar kaq energjik, kaq ashtu, u ra dakord në parim. Dhe kjo u materializua edhe në konferencën e Londrës, kur Rusia nuk e kundërshtoi. Fatikisht, që në vitin e parë të konferencës e Londrës, me 17/10/1912, Rusia nuk e kundërshtoi në parim të Shqipëri autonome e pavarur. Do doja të nëse mundet e nea të më fokusoj pak me kamera këtu, vetëm të bësh një çik zoom. Këtu është Malizi në fakt në vitin 1878, apo jo? Jo, më përpara. Më përpara. Më përpara 1820. Përpara, okej, shumë bukur. Fise. E pas kanë. Atëherë shikohet që Malizi është vetëm ja 5-6 fshatra. Sa krajina e Dugagjinit ose edhe më e vogël. Kaq ka qenë, ato fise kanë qenë. Po. Kaq fise kanë qenë. Edhe Malizi. Duke pasur parasysh që disa fisa aty janë dhe shqiptare, të cilat më vonë fise shqiptare ja duken krah djathtë. Është Podgorica që ishte shqiptare, Kuçi ishte fis shqiptar, Piperi fis shqiptar, Bjellopravit ose Palbardhat që janë nga Dugagjini ishin shqiptar. Zhupa, Rovci ishin shqiptar. Këta tani në vitin Kuçi e gallafin për zonën që është pak më në Kuçi, po. Kuçi. Bile Mark Milani ishte me origjinë nga Kuçi, që shqiptar. Mark Milani që udhëheqë ushtrinë malazeze në luftë në plavë dhe Kuçi kundër ushtrisë shqiptare. Mark Milani. Madje se ka një këngë që fillon Mark Milane, Mark Milica, nuk e di. Mark Milani, Milanica, është shqiptarëve që ja është Shqipnia tanë me prisa e Atagana, për vetë Kuçin çka i bana, der për der i shkoi gjama. Der për der i shkoi gjama. Dhe për shembull por është një gjë e veçantë se do të trajtojmë më vonë që këto ishin të besimit katolik, por u bashkuan me dëshirën e tyre me Malinezi. Dhe ky krahin fillimisht quhej Monte di Albania, malet e Shqipërisë. Kështu është quajtur. Kështu deri në vitin 1620, kjo krahin quhej malet e Shqipërisë. Më vonë fjala Shqipëri u hoq, edhe ngeli vetëm fjala Monte, se kam bërë një studim për të punë. Mal dhe emri Malizi, ngeli Malizi nga ky emër. Nuk është se Malizi ka një mal të zi dhe ngeli emri nga Malizi. Gjithmonë më ka bërë përshtypje s'ne ky toponim. Nga kjo. Dhe kjo quhet Brdo ose mal në serbisht dhe këto fise u bashkuan vetë me pjesën tjetër, me fiset katolike. Me fiset katolike, do të thënë, duke qenë se ishin të një feje dhe duke qenë se nuk donin të kalonin sundimin turk, do të thënë, ishin në sundimin turk, por donin të bashkëtonin me malazezët si të krishterë. Po, si të krishterë, donin të kalonin me ta. Nuk donin. Dhe ata me dëshirën e tyre u bashkuan. Pastaj ata gradualisht u slavizuan dhe e ka thënë Fanori shumë bukur që shqiptarët e konvertuar në malazez, në serb, në grek, ishë më të këqij se shqiptarët, tamam. Këtë e tregon edhe Napoleon Zerva, në fakt. Po. I cili thuhet që është një suljot, një shqiptar i konvertuar. Është vërtet, krimet më mëdha që u bën jug të Shqipërisë, në 1912-13-14, i bën arvanitët një dhe arvanitët dhe shqiptarët e konvertuar në grek. Në qartë. E gjitha gjë edhe malazezët një dhe një të bënë. Pra, ne
Kjo është një krajinë e vogël që gradualisht me mbështetjen e Rusisë, u rrit ashtu si Serbia, ashtu si Greqia, thatë ju, duke marrë territorë shqiptare, nuk u rrit territorëve shqiptare, nuk është ka zgjerohesh, duke i pushtuar edhe duke i asimiluar dhe nga ana ushtarake, që ka shumë që nuk e themele, këto banor që ai pushtonte dhe mundoi të asimilonte, i fuste në ushtrin e tij. Për shembull, ushtria marazeze në luftën për Plavë dhe Guci në 1879-80, kishte gjithsej 26 batalione. Në luftën e paraballkanike kishte 52 batalione, 2 fishin. Këto batalione ose këto brigata ishin të kompletuara kryesisht nga shqiptarë. Dhe një autor serb, Mita Gjurišić, që ka bërë një libër për luftën ballkanike, e thot për herë të parë që batalioni Bjelogordi ishte batalioni Ulqinit fakt. Bjelogordi, po i qëndryshuar emrin për të mos nxjerrë karakterin etnik. Kështu bën edhe serbët. Serbët kur pushtuan Kroplugre, për atë Leskovacin, për grupin e gjitha, domethënë nishin, filluan asimilimin e shqiptarëve dhe i futën në ushtri. Edhe Malizi, për shembull, kur u fut në Shkodër, ai guvernatori civil i Shkodrës, ai Petër Plamenat, që ishte ministri i jashtëm Malizi, mbledhi krerët katolik dhe musliman në Shkodër dhe i tha: tani, që bëhet pjesë e Malizi, do të bëni listat e burrave që janë të aftë për luftë. Pse? Se duhet luftojnë për të mbrojtur atë dhënë e tyre të Shkodrën. Pra, të gjithë dhe greket. Pra një pjesë e madhe e kontingjentit ushtrisë greke, të ushtrisë marazeze, të ushtrisë serbe, në fakt ishin në origjinë shqiptare. Tani, besoj kanë qenë edhe më luftarakët për pushtimin e Shqipërisë. Po, edhe Gjino Beri jep një detaj, për shembull në luftimet që u bën në Shtoj, në shkurt në 19. Është për të habitur këta edhe qajnë më shumë për Serbinë, edhe sot në kësaj dite, edhe për Greqinë e qajnë më shumë. Ka element që e qajnë shumë edhe Serbinë edhe Greqinë. Kjo është me çuditshme. Dhe madje, këta element bëjnë edhe një goditje të elementit shqiptar që ka luftuar për shtetin shqiptar, duke nxjerrë teori nga më të ndryshme, atë, po nejse është një lloj psikologjie, lufte psikologjike. Tani, megjithatë, dorëm të Perandori Osmane, dhe gjithë shikonin në Europë që Perandori Osmane po shkon në Zvetëronesë. Problemi ishte çështja e kohë që ky Perandori do të shkatërrohej. Dhe për të dalë te Austro-Hungaria në dhjetor, në 1895, për një mbledhje të fshetë, ku që krejt më të larta Austro-Hungaria, do të diskutua tani çfarë qëndrimi do të mbajnë ndaj Shqipërisë. Dhe unë këtu kam edhe listën aty, u tha një vilajetet shqiptare sa janë, edhe u dha shifrat konkrete. Për shembull, u tha që 4 vilajetet shqiptare kanë një sipërfaqe për 88.000 km2 dhe popullsi 2 milionë e gjysmë. Është zyrtarisht mbledhja paraqiti një material në Ministria e Jashtme e Austro-Hungarisë përpara krerëve. Ishte vilajeti i Kosovës me 32.000 km2, ishte vilajeti i Menastirit. Të vequeshin tekstualisht vilajete me popullsi shqiptare. Po, edhe jo, këtu ka edhe të specifikuar sa shqiptar, sa ortodoks, sa katolik. Ja, këtu janë, ja. Është dokument? Dokument nga mbledhja e nivelit lartë. Është nga Austro-Hungaria, ku gjermanët dihen që janë të saktë në ato dhe thotë, vilajeti i Kosovës 32.000 km2 me një popullsi 865.000 banor, nga cilët vetëm 25.000 vetë ishin ortodoks serb. Pra, i bie që 820.000 kanë qenë shqiptarë. Vilajeti i Manastirit 30.000 km2, i përbër nga shqiptarë, musliman dhe asnjë katolik. Ishte një komunitet i rëndësishëm katolik shqiptar në Shkup, ku lindi edhe Nën Tereza, dhe një komunitet shqiptar ortodoks. Vilajeti i Janinës me një sipërfaqe prej 16.664 km2 dhe popullsi 510.000 banor, nga të cilët 66% ishin shqiptar musliman dhe 33% ortodoks. Duhet kemi parasysh që 33% që ortodoksve duhet përfshihen edhe shqiptarët ortodoks, ku janë një zë shumë i rëndësishëm. Vilajeti i Shkodrës me një sipërfaqe 8.190 km2, popullsi 241.000 banor, 91.2% shqiptar, 140.000 musliman dhe 82.000 katolik.
Theksojmë se Serbia në prag të luftës parë ballkanike kishte 1.980.000 banor, Greqia 1.975.000 banor dhe Malizi 235.000 banor. Pra, qoftë Serbia, qoftë Greqia kishin më pak banor se sa Shqipëria, se sa elementi shqiptar. Dhe edhe në qoftë se bashkojmë Malin e Zi me Serbin, prap elementi shqiptar del pothuajse i barabartë. Shumë interesante kjo. Dhe kjo është një statistik austro-hungareze, Ministrisë së Jashtme austro-hungareze, ku dihet që gjermanikët nuk lajthisin në statistika. Po, kolonel. Po, tani, po marrim Austro-Hungarinë. Austro-Hungaria në atë kohë, e duket edhe këtu në hartë, ishte shteti, ose shteti, pa e quajmë shteti, perandoria me sipërfaqe më të madhe në Europë mbas Rusisë. Kishte sipërfaqe 620.000 km2 dhe në luftën e parë botërore nxori 6 milion ushtarë. Aktiv dhe rezervistë. Me thënë të drejtën, nuk kishin ndonjë kualiteti mirë krahasuar me gjermanët për shembull. S'kishim sepse se kishte shumë element jo gjermani. Efektivi ushtrisë austro-hungareze dhe ishte edhe ushtari mirë zhvek, që rrinte në Praga i kapte atë qendër atje dhe e çuan ushtar, luftonte në Serbi, në Beograd. Ushtari mirë zhvek. Kur shkojnë në front atje, vënë front atje, kur filloi armiku të fillon dhe me artilleri, thoshte vaj zhvek ushtarëve ti, shokëve ti. Ora e din ata që ka njerëz këtu, thoshte. Po, shiko. Duke qenë se hezitonte Austro-Hungaria, do të them këtë gjë që e kam lexuar disa autorë serb, ata njohin më mirë sepse kanë pas mendje shumë mira me Austro-Hungarinë deri në vitin 1903, kur bëhej vrasja e mbretit Dobronijević në kupolën drejtuese të Austro-Hungarisë, ishin dy grupe të fuqishme. Ishte perandori Franz Josef, i cili ishte kundra luftës, sepse ai thoshte që dy herë që ka bërë luftë Austro-Hungaria, një herë me Italinë, të një me Prusin, është mundur. Kurse ishte krau luftarak radikal, që kryesonte djali i tij, prisin tërheqimtar Franz Ferdinand, i cili ishte bashkë me shefin e shtabit të ushtrisë austro-hungareze Konrad, të cilët ishin për ta sulmuar, për ta pushtuar Serbinë, Malin e Zi, bilet e Greqinë. Pikërisht në këtë kohë, në prag të luftës parë ballkanike, dhe e kishin shumë drejt. Dhe ata thoshin, pra krah luftarak thoshte që duhet luftojmë tani, duhet sulmojmë tani, jo më vonë. Po ishte frika, jo ishte frika, po duke qenë se Austro-Hungaria ishte aleate me Gjermaninë, dhe Gjermania rrinte të tërhequr. Edhe për çështën shqiptare, ashtu ka qenë të tërhequr. Dhe hezitonin, por në këtë kohë Rusia ishte shumë e dobët. Pse? Kishte psuar humbje në luftën në 1905 me Japoninë. Betejë e Tsushimës, së famshme ku azgjësoi pothuajse gjithë flotën. E dyta ishte që në Rusi Partia Bolshevike Leninit kishte filluar luftën guerile nëpër qytete. E treta ishte që Rusia ishte një vend feudal pjesë feudal i prapambetur. Dhe ushtria e saj ishte në nivelet të ulta. Dhe cari i Rusisë, do të them dhe më vonë, edhe kur ishte kriza e Shkodrës dhe të tjera, thoshte në asnjë mënyrë Rusia nuk do futet në luftë për Malin e Zi apo për Serbinë. Ja tha hapur dhe serbëve, sepse nuk kemi përgatitur për luftë. Në këtë moment kaq të përshtatshëm, austro-hungarezët, duke dëgjuar perandorin e tyre u troqën dhe nuk filluan luftën në 12-ën që duhet të fillonin, po e filluan në 14-ën, kur ky shefi kundërzbulimit të ushtrisë serbe, Dragutin Apis, që përmendëm ne, që vrau edhe mbretin, ai organizoi vrasjen e Prins Ferdinandit në Sarajevo. Në Sarajevo, me të famshëm në organizat Dora e Zezë. Po, grupi i këtyre studentëve që ishin serb në Bosnjë organizua pikërisht nga shërbimi serb, nga ky Apis, dhe e futën kështu Austro-Hungarinë në luftë, kur nuk ishte momenti për të ashtu. Është folur kolonel shpesh për këto organizatat që dalin në mënyrë të pavarur genuine, dhe ky shëmbulluaj më kujton një thënie të një film të Robert De Niros, kur thotë që asgjë nuk bëhet pa ditur shteti. Pra gjithmonë shikon mbrapa se ke shtetin. Qoftë organizatat që i kemi sot Omonia, diku një shtet është mbrapa kësaj Omonias, apo organizatat kjo e Maqedonëve të Pustecit, si quhet. Përgjithë sepse
zyrtare. Vetëm ne I marrim këto OJQ për shembull ose janë ca OJQ që thonë që lufta partizane për çlirimi ishte luftë civile, nuk ishte luftë çlirimtare. Këto çuditërisht marrin fonde nga Gjermania. Është shumë interesante kjo puna e OJQ-ve. Është problemi këtu që nuk u bë vrasja kot. Se po t'ishte për të vrarë, do vrije perandore, po vrarë dhe e ti, pritin trashëgimtar. U vrarë sepse serbët e dinin që ky ishte për ta sulmuar Serbinë, për ta pushtuar. Që pushtoi më vonë, 14-ën. Për atë do të them që do të lidh me Ismail Qemalin. Ismail Qemali ishte një diplomat I klasit parë për mua. Dhe unë kam lexuar analizat e tij për situatën në Europë. Ato janë modele, nuk e di, Ministria e Jashtme se si nuk ti studoj, ti promovoj ato. Analizat të shkëlqyer. Patjetër që I diskutojmë, I promovojmë dhe I arkivojmë prapë. Po, dhe në vitin 1109 Ismail Qemali tha, është vendosur në alatët ballkanik që kombë shqiptar të zhduket, që mos ketë më shqiptar, që në vitin 1109. Dhe në atë kohë Ismail Qemali vendosi kontakte me ambasadorin e Austro-Hungarisë në Stamboll dhe pastaj më vonë u takuan me tjerët dhe vazhdimisht duke qenë diplomat Ismail Qemali merrte informacione që për përgatitjet e alatëve ballkanike për sulmuar Turqinë. Dhe ka bërë disa takime, po unë po them për takimet e fundit që bëri ai. Për shembull ai edhe në verën e vitit 2012, por edhe me 12 nëntorin që në 2012 shkoi në Austri ku filloi lufta ballkanike dhe kërkoi të takonte ministrin e jashtëm Bertold. Nuk ishte aty, por një miku I tij e mori telefon dhe tha do shkosh në Budapest edhe aty do të takosh, do të bëj një takim inkognito. E takoi Bertoldin dhe I tha që ne kemi plan të zhpallim pavarësinë e Shqipërisë. Të mbledhim një kuvend dhe zhpallim. Bertoldi I tha, unë do t'i mbështes. Do t'i mbështes dhe Austria do t'i mbështesi, do t'i ndihmoj në gjitha mënyrat. I kërkoi një anije luthërake për të ardhur në Durrës, ja dha anije luthërake dhe ekipi që priste Ismail Qemalin, që ishte në Trieste, me Ismail Qemalin erdhën në Durrës dhe aty I dha porosi Bertoldi, konsul austro-hungarisë, ta ndihmonte me gjitha kushtet Ismail Qemalin që shkonte në Vlorë dhe nuk pati problemi Ismail Qemali. Por aty Bertoldi I tha hapur që Austro-Hungaria nuk do futet në luftë për Shqipërinë. Ja tha hapur, domethënë, nuk e tha. Dhe në këto kushte, domethënë, kur alatët ballkanike kishin bërë aleanca me njëri tjetrin, për shembull, aleanca bën ndërmjet Serbisë dhe Bullgarisë dhe diplomacia greke serbe u tregua shumë e zgjuar dhe shumë e fortë, bile dhe tani duhet të thonë që shumë aktive. Që në Kosovës. Dhe më fal. Dhe aty propozuan Bullgarisë që të bënin aleancë bashkë. Pse? Bullgaria dhe Serbia në vitin 885 pati një luftë ndërmjet tyre. E sulmoi Serbia, Bullgaria e shpatalloi për 2-3 javë ushtrinë serbe. Mirë po, nga gjitha alatët ballkanike, ushtria bullgare ishte në potencial më të madh luftërak. Kishte numër më të madh të ushtarëve, 300.000, ka më shumë, artilleri dhe gjitha. Dhe serbët e ulën krenarin, kur I thonë, dhe bën marrëveshjen e parë me Bullgarinë, që bashkërisht do sulmojnë Turqinë, por do ndajnë dhe Maqedoninë. Problemi ishte I Maqedonisë, do ndajnë me njëri tjetrin. Pastaj bën marrëveshje me grekat, dhe si thot një studius, një diplomat serb historian, Sreten Draskić, në këtë marrëveshje me Greqinë u ra dakord do ndajë Shqipëria në lumin shkundin e Çukufirit ndërmjet Greqisë dhe Serbisë. Dakord. Të njëjtën gjë bëri marrëveshje dhe Malizi me Bullgarinë për një aleancë përbashkët, jo me Serbinë, sepse kemi thënë që Malizi dhe Serbia ishin rivalitet me njëri tjetrin. Dhe serbët organizuan një puç për të vrarë atë Mbret Nikollën në 1909, grupi bombash që quhet, megjithse djali I mbretit të Serbisë Karagjorgjević, Aleksandar Karagjorgjević e marr vajzën për grua vajzën e Mbretit Nikollës. Se thamë që një vajzë që martuar me mbretin e Italisë. Në mos gaboj ai Knjaz Nikolla, mbreti famshëm Malizi vetëm një herë, që nuk pati trashëgimtar. Nuk vazhdoi mbretëria Maliziu I inkuadrua në Jugosllavi.
Po, do të shpjegoj. Dgjoj, është e vërtet, po jo se si trashëgimtar. Jo, në sensin trashëgimtar në front, pa trashëgimtar biologjik mund të ketë lënë ai. Ai disa thonë që është me origjinë shqiptare, thonë disa, dhe në fakt ai bëri 9 vajza dhe 3 djem, 12 fëmijë bëri. Po këto vajzat i martoi, si tham, dhe marrëveshja e parë në ferë u bë me Bullgarinë, dhe Bullgaria i premtoi ta ndihmonte nga ana ekonomike Marinezi, sepse është vendi i varfër. Pastaj kur kjo aleancë, domethënë u krijua, atëherë shenjën e parë kemi thamë ne që edhe Italia kur sulmoi ushtrin turke në Libi, ishte një sinjal për aksion. Dhe kemi thënë që mas një 2-3 javësh ushtrit ballkanike sulmuan ushtrin turke. Një luftë e cila u zhvillua kryesisht në vilajetet shqiptare. Po, në ndalimin aty. Enea, të lutem, hartën e pavarësisë ka dalë pak e turgullt. Okej, këtu kemi, do me thënë, kjo është një hartë e sotme, ose më saktë derisa ekzistonte Jugoslavia e vogël, dhe është tregon drejtimet kryesore të lëvizjes së trupave, apo jo? Po. Atëhere, këtu ti ke ndarë edhe vilajetet. Po. Pra, kemi vilajetin e Janinës dhe sulmin e forcave greke. Janin. Kemi, vilajetin e Janinës. Kemi vilajetin e Shkodrës, vilajetin e Kosovës dhe sulmin e forcave serbe në këtë drejtim. Kemi vilajetin e Shkupit dhe sulmin e forcave serbe gjithashtu në këtë drejtim, dhe kemi sulmin në 2 drejtime të ushtrisë greke në drejtim të vilajetit e Edernes, në mos gabohem, ashtu quhet apo jo? Selanikut të Maqedonisë Jugut, në 2 drejtime. Pra, këtu sulmon në drejtim të Selanikut dhe të Maqedonisë Jugut. Po. Tani, duhet flasim për përgatitjet e elementit shqiptar. Me 12 janar 1912, në Taksim, në lagjen Taksim në Stamboll, u bë një mbledhje e fshehtë, komploti i Taksimit, ku morën pjesë figurat kryesore shqiptarët asaj kohe si Ismail Qemali, Esat Toptani, Mefit Bejli Bohova, Syria Bej Vlora, në shpinë e tij u bë takimi, në shpinë e Syria Bej Vlora. Dhe aty u tha që ata vendosin që të bëhet një këngrytje përgjithshme armatosur për të parandaluar pushtimet territoreve shqiptare. Pra të bëni një ripërsëritje të lidhjes së Prizrenit, themi. Po. Por fatkeqësisht të thënë nga historianët tanë që niveli i liderëve tanë në këtë kohë ishte më i ulët se niveli i liderëve të lidhjes Prizrenit. Do ta shpjegoj pse. Aty vendoset bëhet këngrytje përgjithshme armatosur dhe u ndan detyrat. Hasan Prishtina do organizonte këngrytjen armatosur në Kosovë, Esat Toptani në Shqipërinë e Mesme, dhe Ismail Qemali do organizonte në jug të Shqipërisë, në jug. Do më falë, mos kemi një lloj mungese nuhatje politike të këtyre liderëve shqiptar, sepse në ato kohë, me thënë të drejtën, i bie që Perandoria Otomane ishte mbrojtësja në një farë mënyrë ishte mbrojtësja këtyre trojeve dhe kishte edhe resurset, kishte ushtar, kishte logjistik, kishte mundësi që të përballonte sulmen e këtyre ushtrive që, me thënë të drejtën, nuk është të impresiononi në ushtria greke ose ushtria serbe. Është vërtet, po në këtë mbledhje nuk u mor një vendim i qartë çfarë duhet bërë, si do të përballohet ky rrezik kaq i madh që i kërcënohet kombëve shqiptare dhe vilajeteve shqiptare që ishin objekti kryesor i kësaj lufte. Dhe Hasan Prishtina e realizoi detyrën që u dha. Edhe ai organizoi këngëtyrje e përgjithshme në Kosovë. Ndërsa Ismail Qemali, veç sa detyre, mori edhe detyrën që siguronte rreth 15.000 pushk dhe një 10.000 Napolona, për luftën. Hasan Prishtina organizoi këngëtyrjen e përgjithshme dhe e kemi thënë, domethënë, në periudhën korrik ngushtë, ai posoi që çroi gjithë bashkë me Isa Bolitinin, Bajram Currin, e çroi gjithë Kosovën. Çliroi. Gjithë. Edhe Sanxhaku çrua nga Kongressi Shqiptar. U çrua komplet. Ku gjetën armët Kongressi Shqiptar? Urdhra?
Armët ku i gjetën kryengritësisht? Armët, po. Armët, do të them një për këtë një, pas e të plasë për armët. Shëruan edhe pjesë shqiptare të Macedonisë dhe ju në Shkup, se Shkupi, kemi thënë, vilajeti Kosovës kishte qendër Shkupin, jo Prishtinën. Dhe kishte përbërje, do të thënë, Kosovën, Sanxhakun, që ishte në atë kohë 67% me banorë shqiptar, dhe pjesë shqiptare të Macedonisë. Edhe atje Hasan Prishtina nguli këmbë që të shpallej pavarësia e Shqipërisë dhe Shkupit ishte kryeqyteti i Shqipërisë. Por, historiantët e kanë shpjeguar që në atë kohë që në 3 rryma ose 2 rryma kryesore, ishte rryma moderuar që nuk donte shkëputin nga Turqia, kryesisht e këtyre feudalëve dhe bejlerëve, e ishte rryma tjetër që e po e shikonte që Turqia do shkatërrojë dhe do ikte edhe Shqipëria bashkë me Turqinë. Dhe negociatat ju bën me palën turke, thonë studiosit serb, kam lexuar, pala shqiptare treguar shumë me dobët. Domethënë fitoi në luftë në fushën e BTS, por kur ulën tavolinë e bisedime, domethënë bëri kërkesa minimale. Kishte kërkuar për shembull që Shqipëria të ishte në një vilajet, kishte një autonomi të plotë që të ngrirë flamurin kombëtar, që të njihej gjua shqipe, që ushtarët shqiptarë. Pak a shumë si principata e Serbisë në të ishte ashtu. Atje ulën tavolinë dhe domethënë ranë dhe u gënjyen nga Porta e Lartë, që në parim njohu në shtator 12, për herë të parë njohu autonominë e Shqipërisë, por me 4 vilajete, dhe kaq. Por 7-8 orë fillon lufta, ishte një muaj diferencë. Ai ishte një blluf për mendimin tim i qeveritarëve turq. Sa ta dini shumë mirë, do fillon lufta ballkanike. Dhe tani kjo kryengritje kaq e madhe që kam idenë që në qoftë se do ishte bashkuar Shqipëria 4 vilajete në një vilajet, edhe trupat shqiptare që luftonin në flamurin malazes ose serb ose grek, nuk do shishin shumë entuziaste të luftonin kundër një Shqipëri autonome se sa kundër një perandorie otomane siç luftuan faktikisht. Kjo është historia me nëse. Kjo vetë është e drejtë, dëgjoj. Liderit tanë të gjithë do ta bësh në vitin 1908. Kur ishte Sultan Hamiti. Pse? Sepse në 1912 kryengritja e madhe shqiptare në Kosovë në fakt në thelb i shërbeu pushtimit më të lehtë të Kosovës, do të them vonë nga Ushtria Serbe. Pse? U shkatruan edhe shqiptarët, edhe turqit. Te politika e Serbisë ishte kjo. Japim armën në Kosovë, bëjnë kryengritje, po jo të fitojnë, kupton? Dhe të vitën 2 palët, gjakosën 2 palët. Dhe në Kosovë u krijua një urrëtie shumë e madhe ndaj ushtrisë turke, por edhe ushtria turke nuk donte luftonte në Kosovë. Edhe kanë thënë Fezi Çakmak, nuk donte luftonte sepse e panë që autonomia e Shqipërisë, pavarësia e Shqipërisë ishte diçka punë e mbaruar dhe nuk donin të luftonin. Dhe u troq ushtria turke, do ta them, u troq pa luftuar dhe qytetet kryesore i lanë në dorë të serbëve. Shkupin, për shembull, edhe pa luftë. Prishtinën 2 orë luftë për Prishtinën. Në Gjakovë bëri 3 orë luftë të ushtria serbe, ushtria turke. Po do të them që dhe pas ka pushtuar goxha ushtria e Malit. Po, do të them që kjo do të bërë në vitin 1908. Çfarë ndodhi? Unë habite kur lexova një historian serb, Sreten Draškić, ai thotë në vitin 1908 u bë një kryengritje e madhe shqiptarëve për punë një ekurudhe që do ndërtonte Austro-Hungaria nga Sanxhaku në Kosovë ditën në Selanik. Edhe sigurisht që serbët me agjenturën e tyre lëvizin ato pelat edhe u quan kryengritje sepse hapën fjalë që do ju marrin toka, nuk do të paguajnë tokat e kudion. U vajtën në Firizë 30.000 vetë, edhe quan një oficer nga Shkupi që t'i shtypte këtë. Ai kur vajti atje, ai ishte përfaqësues i Gjon Tulive ose ishte i ngranuar të partia Gjon Tulive. Dhe ai atje e ktheu mbledhjen nga këtë. E ktheu atë me kërkesa ultimatume ndaj Sultan Hamitit, që të rivendoste kushtetutën e 1975 etj. Dhe për çudi, e thonë gjithë, pa u dhënë një pikë gjak, Sultan Hamiti të nesme miratoi, vendosi kushtetutën e 1975. Dhe edhe në gjotë turqit në pushtet, u hapën shkollat gjuhën shqipe, u bë kongresi i manastirit etj. Mbas një viti, kjo që zgjati kjo. Mbas një viti ata filluan shtypje me dhunë të nuk rejnë shqiptar, dëgjuan që gjetur Turgut Pashën, Xhavit Pashën e tjera dhe filloi
shqiptarët u rrituan në thunë këngritë dhe ata rrëzuan në gjënë Turqit. Por, ky ishte momenti më i mirë që liderët tanë në 1998, këtë këngritje ta shfrytëzonin për qëllime politike të Shqipërisë. Dhe jo të shkonin me iluzione që të reformohet perandoria, të japim kontributin tonë që të reformohet perandoria turke, duke reformuar perandoria turke, të fitojmë dhe në shqiptarët. Edhe Serbia dhe Malezia dhe Greqia ka fituar atë autonominë apo pavarësinë nëpërmjet luftrave, nuk e ka fituar njëri me negociata. Prandaj kjo ishte rruga më e drejtë. Ishte rruga më e drejtë që ishte që në 1998 të bësh një kryetje e përgjithshme e vendit. Për çfarë ndodhte tani? Çoi veriu, jugu nuk çoi. Nuk është Shqipëria e mesme. Duhem që në 12 për shembull. Edhe në 1912 që vendohet të bëjë kryetje e përgjithshme, duhet çoi edhe jugu, duhet çoi edhe Shqipëria e mesme. Nuk u çua. Prandaj thonë që grekët thanë hapur ministri i jashtëm i Greqisë tha ne ndihmojmë marrën veriun tha, po jo jugun, e kupton? Ka thënë edhe Xhufi në një emision referuar në dokumente, jugu duhet të ri i qetë. Ri i qetë. Pse? Nuk donin për shembull që ta firmojë jugu që donte autonomi pavarësisht se shqiptar nuk donte. E dyta, një gabim i madh që bën liderët tanë edhe në këngritjet e Kosovës nuk përdorin flamurin kombëtar. Pra ishin kryengritje Çështja rroga shumë tepër se sa. Rroga. Si për shembull kryengritja do të thotë që flasim ne Xhenet Gjolekës edhe për Tanzimatin. Ata ngritën që mos shkonin në ushtar, mos shkonin në Nizam, po flamur shqiptar nuk përdoren apo jo. Jo, nuk ishte një kryengritje për pavarësi. Nuk ishte për pavarësi, pavarësisht se çfarë japin disa njerëz. Domethënë po ta krahasosh me sot ishte demonstrat kundër çfarë themi, kundër reformës së pensioneve. Po pensioneve, jo. Vetëm Dedion Luli ka meritën e madhe historike që në vitin 1990, në 6 prill, kur pushtoi Deciqin, atë ngriti për herë të parë flamurin në Skënderbeut, që për flamurion, Pra ai ngriti. Pavarësisht se më vonë, kur ai, u bashkua me malazezët, kur pushtua Tuzin në 1912 në tetor, malazezët vënë flamur shqiptarët, i hoqën flamur shqiptarët malazezët dhe thanë, kjo është tokë malazezë, e pushtuam ne. Pra hoqën flamurin shqiptar dhe vënë flamurin malazez. Patjetër. Do të them, po megjithatë, nuk, do të thënë, kjo ideja kombëtare duhet të materializohet me flamur kombëtar, me simbole kombëtare. Se do të përshkputesh ti nga Turqia, po çfarë? Kushit. Dhe në luftën që kalojmë në luftën ballkanike, domethënë Serbia për të manipuluar Mbret Nikolla në prag luftës ballkanike i dërgoi një letër mbretit të Serbisë dhe i tha që shqiptarët në marsinë e madhe në Shkodër, po edhe te ju i tha në Kosovë, në Kosovën e TOI, thonë ata, ka filluar kryengritjen. Detyra jonë është që janë këto kryengritje ta shfrytëzojmë për qëllimet tona dhe të fusim mirë detaj që të manipulojnë këto kryengritje. Me qëllim që të përfitojmë ne. Sepse Shqipëria po bë autonome, po bë pavarur, nuk merret me Kosova dhe ju i tha se nuk dil dot në det. Dhe Serbia me këtë ide çoi 4 grupe zbuluesish. I çoi. Grupi kryesor e çoi në Kosovë për të marrë takim me krerët e Kosovës, me Isa Bolitinin, Beram Curin, e të tjerë. Dhe një grup e çoi në Sanxhak, një grup e çoi në Maqedoni ku mori takim me Idris Aferin. Dhe këto grupe tash për këto nuk diskutohet shumë në Kosovë, një temë pak delikate, domethënë, por janë dy qëndrime. Një qëndrim thotë që Isa Bolitini pranoi që, domethënë, të merrte financime. Financime mori, ai i dhan para dhe municione, por pranoi që, domethënë, ne nuk do luftojmë kundër Rusisë serbe. Nuk do luftojmë. Sepse pyetja e drejtorit të kundërzbulimit serb, Dragutin Dimitri Apis, ishte kjo. Çfarë qëndrimi do marrni ju, shqiptarët, kundër nesh, kur Ushtria serbe të vinë në Kosovë? Do luftojnë kundër nesh, apo do luftoni për krah Turqisë dhe kundër nesh? Unë i besoj më shumë një historian e serb, ka qenë diplomat, ai Sreten Draškić. Ai thotë që Isa Bolitini tregoi shumë i matur dhe i tha këtij Apis, shikoj, tha, kjo varet, tha, në qoftë se Turqia ju sulmon ju, tha, ne nuk do të marrim pjesë.
Por nëse tha Ushtria Serbe sulmon tha Kosovën, ne ta do luftojmë për mbrojtje territoriore tona dhe do luftojmë për krah Ushtrisë turke, i tha. Dhe natyrisht shiko, ne akuzojmë tani për disa tam, për shembull disa gjëra që për mendimin tim janë të egzageruara. Shiko, Serbia kishte shtet, kishte ekonomi, kishte shërbim sekret. E kishte krijuar që në vitin 1811 kur ishte Principat. Tani kur të ne s'kishim 100 vjet përpara. 100 vjet përpara. E njëjtë gjë Malezi, e njëjtë gjë Greqia. Kishte agenturën e vet, kishte burime financiare, e kapte njerëz që. Tani si mundeshim për shembull këta presitan të organizonin krembrujtje me 30-40.000 vet. Ku të gjeni municionin një? 1,1 këmsori, do 30.000 fishek, të jeni. Ata shuan 10-15.000, ku të gjeni municionet, ku të gjeni në armët, kështu që detyruan për shumë të menin armë. Të bënin kompromisa, siç i ka bërë Serbia për të bërë pavarur, siç i ka bërë Greqia për të bërë pavarur. Normale. Tjetër se këta tanët humbët në kohë, domethënë nuk kapën ritmin e kohës. Këta, bile kur vajtën në Shkup, do thënë, Serbia ju tha këtyre, në lidhjeve të tyre, i tha që tani kryeministri shqiptar t'i kanë në Shkupi, në Selanik. Në Selanikut shkon në Stamboll. Vetëm Kosova mos rrin. Pse? Që të mos propagandojë, domethënë, në opinionin ndërkombëtar, në opinionin europian që në Kosovë quhen kryeministri shqiptar e çluan gjithë Kosovën. Pra Kosova është shqiptare. Të njëjtën gjë unë thash për shembull në 1878-ën, që erdhën 600 andartë grek nga Korfusi, erdhën në Saran dhe aty shpallën kryenitën vërejë pilote, për të thënë opinion ndërkombëtar që Saranda është vërejë pilote. Saranda, Delvina këto, domethënë Himara, me këto qëllime, ishin qëllime politike në radhë parë. Dhe për mendimin tim, Isa Boletini ka marrë qëndrim drejt dhe kur filloi lufta, është vërtet Isa Boletini në 15 vjet ka luftuar në Podujev. Podujev është në veri të Kosovës, por në kundër forcave të Ramat Stret. Por do të jemi të ndërgjegjshëm që nuk mund ta përballonte dot luftëtarët shqiptar me ato armë të lehta Ushtrinë Serbe. Do të thënë me luftë frontale, po them gjithmonë. Shqiptarët në këtë kohë kishin dy opsione që diskutuan. Opsioni i parë ishte që të bëheshin me Ushtrinë turke dhe luftonin bashkë me Ushtrinë turke për të mbrojtur territoret viletëve shqiptare dhe mbasi ikte rreziku, mbasi mundesin ata, atëherë të kalojnë fazën tjetër që të kërkoshin për të lartë që Shqipëria të bëjë autonome ose pavarur, më vonë. Faktikisht, luftimet, përvoja tregoj që kjo është rruga më e drejtë. Pse? Luftimet në Janin edhe në Shkodër sidomos, ku luftuan bashkërisht, domethënë shqiptarët dhe turqit dhe otomanët, dhe ku shqiptarët ishin forca kryesore, tregoj që domethënë ishte më e drejta. Për shembull, Shkodra dhe Janina qëndruan 6 muaj në rrethim 7 muaj, kurse Kosova pushtuar për 10 ditë. Pse? Sepse ushtria turke u troq, 1-2 vullnetarë shqiptar me çfarë të mbaronin ata. Ato nuk ishte shumë e vështirë të bëjnë. Domethënë, shqiptarët kishin mbetur akoma në periudhën e fisëve, ku bashkoheshin dhe nuk mund t'i bënin ballë një ushtrie moderne. S'mund t'i bënin ballë, dita e punë. Nuk mund t'i bënin ballë. Ata shqiptarët mund të bënin luftë guerile, po, për shembull kur kaluan, do të flas më vonë, divizionet serbe, Shumadia kaloi nga Prizreni, në Lumë, në Mirdit, ishin kolona shumë të gjata, shumë kushte shumë vështira, mund t'i azhësoje punën e kolonës së fillimin, po në Kosovë, që është terren fushor, nuk mund të bëhej kjo gjë. Po mos ishte ushtria turke, po mos ishte repartet turke që e kishin për detyrë ta mbaronin Kosovën. Sepse Kosova ishte pjesë e perandorisë turke. Domethënë, kosovanët që paguar takse për ata ushtarë, për të armatimin, për drejta që ishin blerë, domethënë. Ishin pjesë e saj, e kishte detyrë ta mbaronte, nuk është se e bënte për mëshirë ushtria turke. Domethënë në një farë mënyrë kryeingrisit shqiptar në Kosovë padashje ndihmuan hyrjen e serbëve. Edhe historianët italianë që kam lexuar unë thonë që në fakt shqiptarët punuan për Aratë Ballkanik. Edhe kjo është 100% e saktë. Domethënë, përveç se në Janin edhe në Shkodër ku ja dolën ta mbronin. Po nuk u bë kryengrihje.
Prandaj, Po megjithatë duhet të them edhe diçka, më duket se edhe vetë otomanët nuk kishin një strategji të qartë se çfarë do bënin me këto troja. po, ja unë po atë të thatë ju tani po argumentoj nga ana ushtarake. Shiko, shtabi madhor turk kishte përgatitur planin për një luftë të mundshme kundër Arabët Ballkanik. Dhe e kishte menduar kështu ajo që forcat kryesore të ushtrisë turke Dhe kam iden që Turqia ja dilte tim poshte këta nëse nuk do kishte probleme me shqiptarët nga brenda. Po, ishte kështu, që forcat kryesore të ushtrisë turke të përballzonin në ushtrinë bullgare. Ushtria bullgare ishte ushtria më potenciale thash, po dhe ishte më afër Edrenet dhe Stambollin. Shënimi i Bullgarisë ishte pushtonte Edrenen, pastaj Stambollin. Distancë shumë e shkurtër. Kurse forcat turke në Maqedoni, në Shqipëri, në Kosovë do qëndronin në mbrojtje, derisa ushtria turke ta mund të rrezikun ushtrinë bullgare. Pastaj forcat do të vinin në ndihmë. E qartë. Kjo është skema. Tani, mirë po ta marrim në realisht që bë lufta, ata që menduar që Kosovën dhe tjetë do të erinin në Serbisë. Turqit, pse? E shpjegoj nga ana ushtarake. Ata bën fortifikim vetëm të Shkodrës dhe të Janinës. Pse e bën? Me idenë që kur të thyesh ushtria turke, ushtria që ndodhi më vonë, ajo do të rriqet, do vinte në Shqipëri, siç erdhi Në Shqipërinë e sotme. Po, në trekëndësin Fier Lushin Berat, edhe në prill, në mars, prill 1913, 20.000 ushtarë turk të kryesuar nga i general famkeq Xhavit Pasha, që bëri masakrën ndaj shqiptarëve, dhe aty u mbarkuan dhe ikën në Turqi. Pra, Janina, Ankara dhe Shkodra duhet të mbronin të rregullin e ushtrisë turke, se logjika është e thjeshtë. Nëse fortifikove të Shkodrën, që në Vilajeti, dhe Janinën që në Vilajeti, pse fortifikove Shkupin ti? Që në Vilajeti. Pse nuk fortifikove Manastirin, që në Vilajeti? Pse nuk i fortifikove? Pra, në konceptim, ushtria turke ka braktisur kombin shqiptar. Unë e kam thënë disa herë, dhe më vjen keq që disa historian shqiptar, si thuaç, kanë në atë pozitë që përkrajnë pikpamjet e historianëve turq, sikur Gjoja, Shkodrën e mbrojti ushtria turke dhe Janinën. Nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Shkodrën e mbrojti shqiptarët. Ja. Pavarësisht se ne nuk bëjmë gjë për luftën e Shkodrës, në shkollat e mesme dhe shkollat e larta në Turqi bëhet mësim lufta për Shkodrën. Lufta më heroike e ushtrisë turke në luftën e parë ballkanike, se u shpërtallua për 40 ditë ushtria turke. Dhe vetëm Shkodra, Janina dhe Drenea mbetën. Dhe Drenea ra kapitulloi komplet, që në 2 armata turke, dhe vetëm Shkodra doli garnizoni me dinjitet, marrëvesh një bresat pas toptane, po doli me ushtarë, me armatime, me municione, me artilleri, me gjitha. Dhe nuk flasin asnjë fjalë studiosit turq për kontributin e luftarëve shqiptarë. Ata, kur bëjnë skemën e veprime luftarake, i vënë aty, për shembull, në Tarabosh. Ma Taraboshi që vërteton më mirë karakterin shqiptar të mbrojtjes së Shkodrës. Për shembull, Taraboshi që ishte, kush ka Taraboshin, ka Shkodrën, çesi i mbrojtjes së Shkodrës, ishte batalioni me rezervistë i Durrësit, batalioni me rezervistë i Gramshit, batalioni me rezervistë i Liberazit, 1600 vullnetar shkodran nga qytetet e fshatrat, Anamaret e tjera, dhe ishte një batalion me Nizam. Por tani ishte rajoni i mbrojtjes më kryesori. Edhe në Shtoj, e kam të shpjeguar që luftonte ishte batalioni i Erzenit, batalioni i Shijakut me fjalë, e batalioni i Dibrës, i Devojit, dëgjoj. Dhe pa drejtësisht domethënë e përvetsojnë këtë. Nuk është vërtetën këtë merit të gjasme të lavdi. Domethënë e kishim fjalën këtu që ushtria turke e braktisi kombin shqiptar, dhe ata na lanë në mëshirë atyre. Ne shqiptarë nuk ishim ushtri të organizuar, se të përballonin. Domethënë na lanë o duhet të na linin më përpara o duhet të na linin më vonë, po jo në momentin që ne nuk ishim të bashkuar 4 vilajete të paorganizuara, nuk ishim ushtri, nuk ishim administrat, nuk ishim shërbim sekret, nuk ishim asgjë. Tani
Ajo duhet bërë, perandoria turke du të bënte këtë më përpara, në 1990 të jepte autonomi. Ose më vonë, ti mbronte këto troje dhe pastaj ta bënte më vonë. Po, ta bënte jo, të jepte autonomin, të bashkonte në një vilajet, të jepte liri që të organizoheshin, dhe shqiptarët të Sami Frashi mund të nxjerrin 150 dhe 200.000 ushtarë, që ishin nga vlera ato 3 herë më shumë se të tjerët. Po këta fakti që ishim si numër popullsie të barabartë me grekët dhe me slavët, e tregojnë që mund të nxirrnin të njëjtin numër ushtarësh. Dhe terreni na favorizonte, sepse jemi të rrethuar nga mali. Gjithsesi, vim në momentin kur domethënë lufta ballkanike ka mbaruar, se dua të flas një çik edhe për periudhën fillestare të luftës së parë botërore. Atëherë, jemi në momentin kur serbët kanë dalë në Durrës. Si dolën në Durrës? Nëse më lejon mua, do të tregojnë çik se është interesante se ata dërguan 2 divizione në Andorë në 1912, dërguan 2 divizione dhe një brigadë për të përtuar Shqipërinë e Veriut, Shqipërinë e Mesme dhe Veriut. Ishte divizioni Drini 2. Drini 2 serbët ndanin kështu efektivin, domethënë ushtarët e thirrjes së parë që ishin mosha 30-40 vjeç, mbi 40 deri në 30 vjeç, 30 vjeç e 40 që thirrja e dytë, ishte më të moshuar me fjalë, janë dhe forcat rezervë. Dhe drejt e dytë ishte këta. Ata nisën nga Gjakova me 8 nëntor, nga Gjakova, pastaj një divizion nga Shumadia, u nis nga Prizreni, kaloi në Lumaj, kaloi në Mirdit edhe doli në Lezhë. Tani u kanë lexuar ato kujtimet e atyre oficerëve serbë që kanë marrë pjesë të marshim. Ka qenë marshim shumë i vështirë. Pse? Sepse ky vendim ishte politik. Mbreti serb dhe kryeministri serb, duke pas informacione se Turqia është shpartalluar, kishte kërkuar ndërhyrjen e fuqive të mëdha që të bëjë një marrëpushim, i dhanë urdhër komandës së armatës së tretë që me ngut të nisë 2 divizione dhe një brigadë për të përtuar Shqipërinë, për dalë në Adriatik. Komandanti armatës së tretë dhe komandët e divizioneve refuzuan këtë dhe i bën një letër komandës së lartë serbe dhe i thanë nuk mund të nisemi ne, s'kemi kushte, nuk e njohim terrenin. Edhe ishin pa kushte dhe divizioni Drini 2 thotë ka qenë pa veshje ushtarake, ka qenë me ato veshje civile. Po, mori 2-3 bukë me vete. Ishte një distancë 660 kilometra, 120-160 metra. Të kalojnë nëpër grukat malore, domethënë divizioni 2, kalojnë në Tropoj, pastaj doli në Urnevezir, pastaj ecin nga Puka, doli në dhonën e Des, pastaj u stacionuan, pastaj doli në Bushat. Kurse Shumadia kaloi nga Prizreni në Lum, kaloi në Mirdit. Koha ishte shumë e keqe, s'kishin ushqime, s'kishin furnizime, një pjesë e madhe e kuajve që marrin vetë rrethitën për Gremina, ushtarët digën u smurën dhe llogaritet që rreth 400-500 ushtarë nga 2 efektive të humbën jetën. Dhe kur erdhën Tu kemi rrugën që kemë armata e tretë. Po. Dhe kur erdhën ata të dy ishin të ushtarët ishin të lodhur, të smurë, të sflitur. Dhe me keqja ishte se kur erdhi divizioni Shumadia dhe Drini, pjesë e Drini vendosën në Lezhë ishte një malaria e tipit tropikal, thoshte një mjek turk ishte aty. Ishte e tmerrshme. Më kanë vdekur 1000 ushtarë serb nga malaria. Nga dizenteria, nga tifo e morrit. Domethënë nuk kam shifrat aty, kam tutë shifrat, domethënë më shumë vdisin nga sëmundjet në Lezhë se sa vdisin nga luftimet. Dhe ky një historian serb tregon që kur erdhën në Lezhë ata gjetën një magazin të madh me miell të shtrisë turke. Edhe ato oficerët serb morën sasinë e miellit, edhe ja dhanë atyre ushtarëve, thanë bëni një pishinën e gjë. Ata nga uria e madhe, sa u bë brum, ai hanë ashtu brum. Hanë brum dhe vdiqën gati 1000 vetë, njëri thotë më shumë nga kjo. Plus saj, ata serbët kur dolën në Shëngjin, u habitën sepse kur ishin në Beograd, kur ishin në Serbi, u kishin thënë që atë kur vjen ju në det, ata s'kishin parë një det me sy, as ata as oficerët. Era parë një pan det me sy, dhe thoshin, po çfarë duhet gjithë kjo ujë kaq i madh?
Edhe morën provojnë ujë që i kripur, po pse është ujë i kripur? Po se morën Kush i kuzhinjerë. ka hedhur krip? Kush i ka hedhur krip? Morën kuzhinjerë, mbushën kazanat me ujë, deti, hyon dhe mish pëtazjerë, po sa është ai, dhe u habitën ata, s'kishin parë det me sy. Ate kështë të thënë, kur veri ju në det, do dalin peshtë më dhej, ka protokallat më dhaj, këtë në. Edhe, se i Sirianë Serbë të thënë që e reja e këti, në inkursionit ishte që Serbë për herë të parë, pa në det të sy, s'kishin parë në një. Dhe pastaj, E gjitha dhe mua më lind një refleksion, kolonel. Imagjino një popull kaq, popull barinsh, ka pasur një elit që mendonte të dilte në det, sepse deti është qytetërimi, është tregtia, është e ardhmja. Pra, pavarësisht se këta ishin bari, ishin të pakvëndur, janë bindur asaj elite që i çonte drejt një synimi për të kapur Durrësin dhe për të bërë sot që ka ndryshuar. Neve jemi në 28.000 km2, aq sa, domethënë më i vogël se vetëm vilajeti i Kosovës, ata janë 100.000 km2. Po, shiko, thamë në ta, a ka kërruar shtetin me kohë serbët. Për shembull, serbët ndorën mësime nga disfati që pësuar me ushtrinë turke një vitin 1876-78. Dhe nga humbja që pësuar me ushtrinë bullgare 1885. Dhe mendimin e Austro-Hungarisë, bile oficerët serbë mbanin harta austro-hungareze me vete. Mendimin e thanë e reformuan ushtrinë e tyre, e reformuan. Një bëri dhe Greqia që thamë që morën një ekip nga Franca, që i trajnoi ata oficerët e shtabit dhe oficerët e tjerë grekë, që dhe në Francë, në Paris për këtë punë, ju dhanë armatin francez, ju dhanë dhe një nëndetit, Delfin që është ajo, ushtrisë flotës luftarake greke. E një të një bëri dhe Bullgaria. Vetëm Malezi nuk bëri asnjë gjë se je vend shumë i varfër. Po këto të shtetet e tjera, do të thënë bën përgatitje për të sulmuar Turqinë, nuk e sulmon kot. Pra bën me kohë përgatitje. Edhe ushtria serbe tani mbasi që dalin te kjo ide, ku kishte qëllimin ai? Kishte qëllimin që ta bënte fakt të kryer. Ta bënte fakt të kryer. Fillimisht serbët, politika serbe mendonte që do dilte në det, do dilte nga Bosnia. Nga Bosnia do dilte në det. Mirë po kur Austro-Hungaria në vitin 1908 aneksoi Bosnjën, u prek kjo rrugë. Atëherë gjithë mundi u kthy nga Shqipëria. E dyta, ushtria serbe për të pushtuar Shqipërinë ishte një veprim i pamenduar më përpara nga shtabi madhor serb. Për të vendosur një logjistikë dhe tjera. Jo, në planet luftarake të shtabit madhor të ushtrisë serbe mungonte opsioni i pushtimit Shqipërisë. Dhe në ushtria serbe ishte përgatitur vetëm pushtonte Kosovën, jo më as Maqedoninë. Pse? Se ushtria turke ishte ushtria një vendi të madh, 27 milion banor, ishte ushtri shumë e madhe, dhe serbët nuk e mendonin dot kurrë që do ta thyenin ushtrinë turke. Dhe prandaj studiuesit vetë studiuesit serbe thonë gjë të tillë, që nuk kishte plane dhe ndërkimi i divizionit, 2 divizione dhe një brigade në Shqipëri ishte jashtë planeve, prandaj u dërguan në mënyrë të nxituar. Improvizuar, tamam, të improvizuar. Nuk kishin bërë kondicion terren, nuk e njihnin terrenin. Bile ata u lidhen edhe me gjeograf serb, për shembull një Jovan Cvijić, s'kishin ata harta. Si do kaloje për shembull me ato grukat malore për shembull në Merdita apo në Puk apo ande këtej. Ata morën kështu kallau shqiptarë që udhëhiqnin, po vetë nuk dinin. Dhe që është më interesante dhe për dëgjuesit është fakti që ata krijuan politikisht quhen krajina bregdetare e Shqipërisë. Krijuan. Kur dolën të pushtuan, ta them tani, 16 nëntor, ata pushtuan të kujt viti? 13? Në 1912. Vitin në nëndor, në 1912, erdhën 2 divizionet serbe në Shqipëri. 12. Jo 13, 12. Një sekund. Lufta ballkanike ka filluar në 13-ën? Jo, ka filluar në tetor në 12-ën. Lufta botërore filloi në 14-ën filloi lufta botërore. Po. Lufta ballkanike e para se nga ndrojë me luftën e dytë. Lufta ballkanike ka filluar në tetor në 1912, mbaroi në maj në 1913 me çështjen e Shkodrës që u zgjidh. Në maj pastaj filloi lufta e dytë ballkanike ndërmjet Greqisë
edhe Serbisë, aleat kundër Bullgarisë për çështjen e Seranikut. I sulmoi Bullgaria me befasi këto dy. Po. Tani atëherë në nëntorën 1912 dhe qëllimi i tyre proklamuan dhe në arenë ndërkombëtare që kemi krijuar një. Ata erdhën në 26 nëntor në Durrës. 25 nëntor pushtuan Krujën, 28 nëntor pushtuan Tiranën. Prandaj dhe Ismail Qemali shkoi në drejtim të Vlorës. Po, dhe 29 nëntor pushtuan Durrësin. Dhe nuk pasën fare rezistencë. Ushtarët, forcat turke u tërhoqën, forcat shqiptare nuk bën rezistencë, s'kishte organizim. Edhe tabeleret e pasanikët tanë hynë kontakt me këta komandë e divizioneve serbe, i thanë që, po mirë, ju keni ardhur për të përdu të ktheheni prapë në Serbi. Jo, i thënë ata, ne kemi ardhurim këtu, ju do bëni pjesë e Serbisë. Po mirë, për ata do njihni ju, që do njojnë, thënë ata. Ta pi që keni ju do të njojnë gjitha. Si e njojnë nishët e tjera, që i morën divish duken gjithë. Si e njojnë Kosovë. Edhe ky kryeminist Pashis Arova, përpara fillimit të luftës ballkanike, që shuar emisarët e tij në Kosovë dhe kishte thënë, i thoni atyre kryerëve shqiptar që kur bashkoheni me Kosovën, me Serbinë, ju do keni autonomi, do keni parlamentin tuaj, do keni gjykatat tuaja, do keni shkollat tuaja, etj. Edhe pastaj patën gjithë ata kosovarët kur erdhi ushtria serbe që filloi masakrimin në masë në Prishtinën, Gjakove gjithandaj të merre, genocid jashtëzakonshëm, njerëzve, po nuk u ndala këtu. Dhe po dalem këtu tani se është interesante se kur vajtën ata në Krujë, erdhi delegacioni i belerëve të Tiranës, edhe me tekst Gjun Franga i thanë këtij komandantit të divizionit serb, Mbuliq kushej, i thanë që Shqipëria ata ka shpallë pavarësinë. Ju do ta gjeni pavarësinë e Shqipërisë. I tha, çfarë pavarësi? I tha, çfarë pavarësi? I tha, kush e njeh pavarësinë tuaj? Kurse i komandanti i divizioni brigade kur vajtën në Elbasan, vajtën dhe i thanë këtë, me flamur shqiptar, i mërë flamur shqiptar, e udhin tokë e shkeli me këmbë. Çfarë flamur shqiptar? Ta kjo tokë serbe, ne jemi betuar me gjakun e ushtarëve tanë ta. Është tokë serbe kjo ta. Me gozha gjak më pak nga Bizanteria. Hynë në Tiranë ata, quhen fillimisht një kompani kalorësie, hynë në Tiranë pa luftë fare. Dhe krerët e divizionit u akomoduan të sarajet e toptanëve atje. Atje fjetën, atje ëngën, atje. Një detaj interesant kjo. Pastaj quhen një kompani që të pushtonte Durrësin. Zakonisht serbët, kur quhen një kompani për të pushtuar qytet, objektivi i tyre i parë ishte posta telegrafa. Posta telegrafa, këto pushtoheshin të para. Zakonisht siç bëhet në çdo pushtim, në çdo grup shteti. Pushtuan dhe Durrësin. Dhe ata në kujtimet e tyre thoshin që Tirana është qytet i qetë, i zhvilluar, domethënë me jetë gjallë, kishte një popullsi të madhe greke, 8.000 ishin ortodokë greke. Kështu thonë serbët në atë kohë. Për kë? Për Tiranën. Serb këtu ngatronin ortodoksët si duket. Po, Tirana gjithsej 15 vete kishin atë kohë, 12 sa kile. Vajtën në Durrës edhe pushtuan Durrësin. Edhe atëherë çfarë bën? Një grup kalorësish serb shkuan në plazhin e Durrësit, me gjithë kuaj u futën në det. Kur vajti uji deri tek koka e atyre kuajve, nxorën shpatat edhe bën kryqin në ujë. Edhe e bekuan detin dhe thanë, në emër të Serbisë po të bekojmë, ky është det serb. Atë keqë, Po, edhe ushtarët serb këndonin një këngë për Durrësin, oti Lepo Draçe, oti Durrësi i bukur. Dhe u vendosën atje, po në këtë kohë në Durrës mirë që s'dojën ndonjë macë ose të prisnin ndonjë qenë si shamanët indian. Po, në këtë kohë vendosën atje dhe filluan ngritjen e pushtetit ushtarak dhe civil. Dhe në Durrës zgjodhen kryetarën e bashkisë, ishte një Durasković, zgjodhen ata serbët. Ishte serb? Ishte banonte në Durrës, pa ishte me origjinë malazeze, më duket, Durasković, ishte lidhje e sa toptanit, atë zgjodhen një hoxh, një prift, nuk kam dhe emrin atë kush aty, kryo domethënë krahas pushtetit ushtarak, që ishte një oficer serb, unë dhe pushtetin civil, vetëm Durrës. Pastaj ngritën pushtetin lokal, ngritën edhe në Lezhë, edhe në Krujë, edhe në Tiranë. Në Tiranë ngritën pushtetin e tyre ata dhe filluan domethënë të kërkojnë dhe taksa bile,
Me idenë kështu dhe ju thanë atyre që ne do jemi gjithmonë këtu. Plus saj atë filluan të menin deklarata nga populli në Durrës, në Tiranë, që jemi dakord të bashkohemi me Serbinë. Që ti përdorin në një konferencë ndërkombëtare. Dhe i çonin në konferencën e Londrës. Të njëjtën gjë që bën dhe grekat në jug, që merrin deklarata nga Përmeti, nga Delfini, nga banorët atje, që duhen bashkohemi me Greqinë. Ndërkohë vazhdonte rezistenca në Shkodër? Po, vazhdonte. Dhe në Janin? Po, vazhdonte lufta në Shkodër, vazhdonte. Po... Janina kishte rënë? Jo, Janina ra në Mars. 13. Pra vazhdonte rezistenca e këtyre dy zonave. Tani ardhi divizionit Drindi, që edhe në Lezhë, domethënë Drindi kishte detyrë të mbështeste trupat serbe kundër trupat malazeze kundër Shkodrës. Tani ndihma e ushtrisë serbe për Shkodrën ishte një ndihmë me prapamendim. Ideja është kjo, që ta ndihmojmë ushtrinë malazeze ta pushojë Shkodrën, por as Shkodra edhe teritoret e tjera, Tropoja, Kukës, që konferenca e Londrës vendosi për Shqipërinë, do i kalonin Serbisë. Si puna Janinës. Ra Janina erdhi kufirin Sarandë. Po të binte Shkodra, ta merrte Malezi, ai do shkonte kufirin në rrugën e Matit. Kështu është ideja, se këtu kishte ide në Mbret Nikolla, deri në rrugën e Matit. Tani, hapi parë. Pas hapi dytë ishte, do aneksojë Malezi. Edhe që bëri Serbia, në vitin 1118, pasi marrë luftë e parë botërore, serbët organizuan një mbledhje në Skupshtinën e Malezi, që e çfronsoi Mbret Nikollën nga Froni dhe bëri bashkimin me Serbinë dhe Malezi nga shteti i Bavarur u kthye në një bashkinë, në një krahinë të Serbisë. Dhe në Malezi ka vazhduar një luftë guerrile për 10 vjet ndërmjet nacionalistëve malazes dhe ushtrisë serbe, dhe ushtria serbe është një historian malazes thotë bën krime të tmerrshme ndaj malazezëve që asnjë ushtu sigurisht si kishte bërë. Pra, do thënë ata në këtë mënyrë realizuan dhe dalin në det nëpërmjet Malezi, Ulqinit dhe Tivarit fillimisht. Masi u vendosën këtu patën reagimet forte nga Austro-Hungaria. Thënë, Austro-Hungaria u tregua e tërhequr dhe shpjegova edhe pse. Mirë po, edhe Italia nuk mund të pranonte kurrë që Serbia dilte në det Adriatik. Edhe Austro-Hungaria, se Austro-Hungaria dilte shumë mirë që mbas serbëve janë rusët. Domethënë, po dorën serbët në Durrës, ka dalë Rusia. Ishte dalë Rusia në ujrat e ngrohta. Doli Rusia në Adriatik, po. Edhe atëherë Austro-Hungaria, domethënë, i ngriti tonet dhe kërkoi që ushtria serbe të tërhiqej nga Shqipëria. Sigurisht që ndërkohë veprimi i popullatës shqiptare ishte një qëndrim pasiv, apo jo? Ka qenë pasiv, shiko. Edhe për faktin se si ishin të organizuar, serbët ishin një ushtri e rregullt. Pavarësisht se cop, por gjithsesi kishin një hierarki komande. Nuk pati organizim, nuk është se ashtu, ka pasur kështu... Pejlerët nxituan që të njihnin pronat, nuk kishin hall që të mbronin... Po luftën kush e bën? Luftën e bën ai që ka para. Njerëz të thjeshtë ishin bukë të hanin, do shkonin në luftë, ata s'kishin pushtë, s'kishin municion. Është qartë. E dyta është që për në atë kohë u përhap një parull që kishte një bazë ajo që është e kot luftosh kundër ushtrisë serbe, edhe në Janin kështu thuaç, dhe kundër ushtrisë greke. Pse? Se është konferenca e Londrës. Ajo do vendosi për kufit e shtetit shqiptar, të lufton kot, e kupton? Pse të luftosh ushtrisë serbe kur ajo do të rrihet? Apo jo? Pse të luftosh ushtrisë greke kur ajo do të rrihet? Më mirë rrim presim, rrim presim, po ama ushtria greke që rrethuar gjithë Janinin. Po, ndërkohë të kanë marrë Janinën, të kanë marrë Kosovën, pa pret, edhe pret xhanën. Shqiptarëve i thoshin ata i thonë shqiptarëve, ju mos merrni armët sepse kufit e Shqipërisë do të caktoj konferenca e Londrës, do luftoni kot. Prandaj kjo do ndikonte edhe mungesa kryesore, që mungesa organizimi, s'kishte. Do të thënë, ai personi që kishte autoritet në Shqipërinë e Mesme, Esat Pashtoptani ishte në Shkodër. Ai mund të organizonte një rezistencë të organizuar, po ai u lidh me serbët, kështu që kur në vitin 1915, kur u tërheq ushtria serbe komplet, u tërheq në Shqipëri, u rrethua nga ushtria hungare dhe bullgare dhe Gjermane. Bëhet fjalë për luftën e dytë botërore, e parë botërore.
ishte Esad Patoptani që ndihmoi ata, dhe ata që ndihmoi domethënë dha urdhë forcave të tija që mos i preknin ushtarët serb, dhe që nga Miloti dhe deri në Durrës, thënë nuk i preku njëri, dhe madje ndihmoi mbretin e Serbisë që Atëherë, që të krijojmë një ndarje, vim në luftën e parë botërore në këtë moment, apo jo? Shqipëria në kapërcyllin e viteve, pra midis dy luftrave ballkanike, në vitin 13 neve kemi qenë një pjesë e territorit të pushtuar nga serbët, apo jo? Apo ishin tërhequr serbët? Tërhoqën në prill 1913. Në prill u tërhoqën. Dhe filloi konstituimi i shtetit shqiptar, pak a shumë, me ardhjen e Princ Vidit, apo jo? Po. Ndërkohë Shkodra ju njoh Shqipërisë dhe Gjakova i kaloi Serbisë. Jam i sakt? Po jam se unë kam lexuar një historian diplomat serb nga habitur me një gjë që ka thënë ai për Shkodrën. Ai thoshte kështu, që pika e dobët e Austro-Hungarisë, diplomacisë austro-hungareze ishte Shkodra. Po se ishte komuniteti katolik, prandaj. Po, për këtë arsye. Dhe diplomatët serbë e diplomatët rusë e zbuluan të pikë të dobët, dhe kur bënin negociata në Londër, i bëni presion Austro-Hungarisë që Shkodra do të bjeri. Shkodra do të marrë Serbia dhe marrë Zi. Edhe Austro-Hungaria lëshon, dhe filloi lëshoi Prishtinën, lëshoi Gjakovën, lëshoi Prizrenin, i lëshoi gjitha. Lëshoi dhe fund fare lëshoi dhe Dibrën. Pse? Se ata kishin një as në mend. Asi në mend ishte Esad Patoptani. Esadi që kur vrau Hasan Rizaja, hyri negociata të fshehta me kush? Esad Toptani. Me kush? Rusët hyn në negociatat e fshehta? Jo, Esad Toptani. Çoi negociatorët e Esadit shkuan në ambasadën, në konsulatën ruse dhe konsulatën e Italisë në Shkodër, dhe aty filluan bisedimet e para për dorëzimin e Shkodrës. Dhe unë thash dhe në bisedet që kam bërë më përpara që një ditë pas u vra Hasan Rizaja, ai çoi një letër. Okej. Jo, do të them që ka filluar tu. Mos e kemi trajtuar. E kishin as të mangë ata, nuk ishte kot. Mbreti Kolla që nguli këmbë deri në fund, mos ikte nga Shkodra, mos ikte nga rrethimi i Shkodrës, nuk ikte sepse e dinte që Esadi do të dorëzonte Shkodrën. Por Esadi tha atyre në bisedimet, i tha, unë dakord kam ta dy oficer Anadollak, ishte shefi i shtabit dhe ndihmësi i tij, që nuk më lënë, i tha. Ja tha në takimin e parë që bëri me Plamenatin në mars, që në 13. I tha, se Plamenati, i tha, a ka mundësi ta që këta oficerët tu i dalin jashtë nga tavolina, mos bisedojnë, edhe filluan. Okej, atëherë. Kjo ishte. Dakor, pra, mos merremi me Esadin, shohim një çik në plan më të madh, se je i marrë me Esadin. Në vitin 13 Shqipëria është pak a shumë kjo që njohim sot, apo jo? Në fund të vitit 1913. Për jugu ishte përshtuar nga Austria greke, si ishte tërhequr. Si ishte tërhequr akoma? Jo. Ishte në antartët e Austria. Okej, deri në fillimin e luftës parë botërore, Shqipëria ende, qeveria e Tiranës, ose e Durrësit, nuk kishte ende autoritet mbi territorin, nuk e kontrollonte komplet territorin e asaj që kishte në konferencë e Londrës, apo jo? Jo. Edhe Austria serbe pushtoi një pjesë të territorit në veri, e pushtoi një pjesë. Në verilindje të vendit. Po, edhe dhe nuk tërhiqej. Jo, edhe në shtator 1913 shqiptarë në Dibër për një kryengritje e morën në Dibër të Madan, atëherë vot në ofensivë Austria serbe, kaloi ata në kufirit. Dhe pra pak a shumë Shqipëria ishte vetëm kjo ulësira perëndimore që njohim sot. Vetëm kjo ishte nën autoritetin e një Shqipërie, e një qeverie shqiptare të Princ Vidit. Apo jo? Qeveri shqiptare vetëm qeveria e Durrësit ka qenë. To tjera. Po pra e Durrësit, e Durrësit. Jo. E Durrësit nuk kishte autoritet në zonën të gjë Durrësit, s'kishte. Do me thënë, në vitin 13 Shqipëria ishte nën autoritetin e zotërve lokale atëherë i bie. Ose e vetë qeverisur kur nuk e kishte pushtuar në një fuqi e huaj. Për të ardhur në luftën e dytë botërore. E parë botërore gjithmonë, se unë mendja lufta e dytë. Unë nuk e di, e ke lexuar të novelën e Ismail Kadaret Viti i Mbrapsht. Patjetër. Aty ai tregon për luftën e parë botërore, kur në Shqipëri edhe Ushtria Austro-Hungareze pushtoi nga shkumbina në veri. Se harrova të them që ka rëndësi kjo ta dëgjojnë të njerëzit që është vërtet Austro-Hungaria dhe Italia
mbrojtën Shqipërinë në konferencën e Leonës, po e mbrojtën me idenë që ta kishin ata, ta pushtonin ata, ose ta kishin ata protektorat. Dhe pikërisht kur ishte kriza e Shkodrës në maj, në 8 maj 13, në Rom, Austro-Hungaria dhe Italia bënin marrëdhënie të fshehtë ndërmjet tyre për ta pushtuar Shqipërinë. Në shkumbin e ndëri do ishte Austro-Hungaria, në shkumbin e jugu do ishte Italia. Ky plan tani u realizua në luftën e Balkanike, por tani ishin në luftë me njëri tjetrin, ishin se Italia nga aleate e bllokut qendror, me Gjermaninë dhe poshtit qendror, kaloi me Franca, Anglenë e këto. Dhe në Korçë edhe ushtria franceze. Dhe shqiptarë për natyrisht përfituan e para, filluan edhe kryuan qeta, disa luftonin për Austro-Hungarinë, disa luftonin për ushtri franceze, disa për ushtrin italiane. Dhe Kadareja tregon kur takoheshin këta me njëri tjetrin, i thoshin sa të paguajnë ty, çfarë pas vesh, si e ke armën, çfarë me ke. Domethënë, kjo ishte Shqipëria asaj kohe. Nuk kishim në një shtet shqiptar apo një organizim, s'kemi pasur. Se mos kur pushtuam nga këto tre ushtri. Qëndrimi më... është një periudhë shumë e errët, 15 pa studiuar se çfarë bëhej në Shqipëri. Është interesante se francezët në Korçë mbantën një qëndrim shumë moderuar dhe u krija Republika e Korçës me Themistokli Gërmejin. Dhe u krija u lejo përdorimi i flamurit shqiptar, u krija taksat që mbledheshin, u krija një arka që mbledhej administrate, nuk pati veprime të shqiptarëve kundër ushtrisë franceze. Dhe bile thonë që kur ikë ushtria franceze në Francë, lagë 2 milion franga në gjakën e kësaj. Dhe ishe model i vetë qeverisës shqiptarëve. Prandaj edhe shqiptarët ende i respektojnë francezët në luftën e parë botërore dhe bëhet çdo vit ceremonia në varrezat e tyre në Korçë. Kjo pati ndikim shumë pozitiv. Për shembull, forcat italiane kishin pushtuar jugun e Shqipërisë, generali i tyre Ferrero që është ai, në vitin 1915 më duket, shpallin në Gjirokastër autonominë e pavarësinë e Shqipërisë në protektorin italian. Atëherë austro-hungarezët në Shkodër, për t'i përgjigjur kësaj shpallin autonominë e Shqipërisë në protektoratin austro-hungarez. Pra ajo përvoja franceze i nxiti edhe këta, paktën formalisht të mbanin qëndrime më të ndërruar ndaj. Ndërkohë ushtria serbe ishte pothuajse e zhdukur, apo jo? Ushtria, s'kishte këtu. Ushtria greke lufton në frontin e Selanikut. Atje kishte shkuar dhe një ushtri shqiptare me kryesat Pashtovtanin, ishin rreth 800 vetë, që luftonte për krah ushtrisë franceze dhe greke e kundër ushtrisë bullgare, që ishte me edhe turke, që ishin me Gjermaninë. Dhe gjykata e lartë turke e dënoi me vdekje Esat Pashtovtanin. Për të tradhti që e bëri Turqisë. Dhe nuk është e vërtetë që dënuar me vdekje për qytetin e Shkodrës. Është gabim. E dyta, gjykata turke, e harrova ta them kur fola për Selanikun, dënoi me vdekje Tasim Pash Mesaren që dorëzoi Selanikun. Kurse ndaj Esat Pashtovtanit dhe Esat Pash Janinës, nuk mori mas. Nuk unë mori mas. Esati luftoi atje me francezët. Prandaj edhe kur vrafra i Esati, prandaj i dhanë edhe legionin në nderit. I dhanë legionin në nderit dhe kanë varrosur në Paris në atë parcelën e ushtarëve serb dhe ushtarë francezë që ranë luftën e parë botërore. Në atë parcelë ka vendosur Esati. Shiko, vizioni ti ishte vizioni fitimtar, ai u bashkoi me ato forca që fituan luftën e parë botërore. Po ta themi tamam siç është. Domethënë, e dyta është Esati ai që hodhi idenë që Tirana bëhet kryeqytet. Kur ishte te qeveria e Prindëvitit, ai tha Prindëvitit që ne duhet ta heqim kryeqytetin, tha nga Durrësi, se ka shumë shkronja të mëshme. Durrësi ishte një ishull edhe vetëm me unë e Dalanit. Dhe ideja e tij ishte ta bënte Tiranën kryeqytet, që e bëri fakt Kongresi i Lushës. Por ideja e Esatit ishte bile ai organizoi një vizitë Prindëvitit në Tiranë dhe i thati mekanikut që prishe makinën të mbretit
që dalun, që futëm unë i pari në Tiranë, që unë jam figura kryesore. Edhe mbreti edhe në pas ti, edhe në Tiranë, edhe Sadi tha, shiko, çfarë vendi është. Shiko, ka një fakt interesant që e kemi përmendur. Në luftën e parë botërore, mbasi francezët gjendeshin në vështirësi në betejën e Somës, në mos gaboj, i kërkojnë ushtrisë serbe që të bënte një kundërofensiv në Drinë, e cila njihet si ofensiva e dytë e Drinës, në mënyrë që të lehtësonte presionin e fuqive të Boshtit ndaj tyre. Serbët e ndërmarrin këtë veprim, austro-hungarezët kundërsulmojnë, i thyen dhe po e shpartallojnë ushtrinë serbe dhe duke e zhdukur nga fytyra e dheut në mbretërinë e Serbisë. Në këtë kohë, ushtria serbe tërhiqet bashkë me mbretin në krye, tërhiqet nëpërmjet territoreve shqiptare. E përmend edhe në fillim të emisionit që ka thënie të ndryshme këto. Si ka qenë kjo tërheqje? Kjo, më thënë, Serbia në atë kohë u sulmua nga tre detime, nga veriu nga Austria Gjermane, nga perëndim nga Austria Austro-Hungareze dhe nga lindje nga Austria Bullgare. E ndodhur ndërmjet kësaj u diskutua në udhëheqjen e lartë serbes çfarë qëndrimi do të mbajtur. Duhet të kapitullojmë apo duhet të tërhiqemi. Dhe morën dhe mendim në ladhëve europian që duhet të rriqeni dhe të shkonin në frontin e Selanikut. Dhe ata vendosin që të rriqen bashkë me rreth 200.000 banorë civil të serbë, që nuk donin që të qëndronin në okupacionin austro-hungarez. Dhe ata kaluan shumica atyre kolonave dhe në Kosovë, por shumica kaluan nga plavagu si Andrejevic, Podgorica, të në Shkodër, sepse kishin frikë të kalonin nga rrugët shqiptare, kishin frikë nga qytetat shqiptare dhe tjerë. Kishin frikë nga pjesa e Kosovës? Jo, kishin pjesë, Kosovë kishin pushtuar ata, po kishin frikë të kalonin këte nga Puka, nga Mirdita, këto kishin frikë të kalonin. Kishin frikë. Ishin rrugë më të vështira dhe kishin edhe frikë. Pjesa me pakët. Ata erdhën tani, dhe unë kam lexuar kujtimet e Njat Zaputit, një historian i njohur shkodran, dhe thotë, kalon të ushtria serbe në Shkodër kokë ulur. Kaluan, edhe kaluan ata dhe erdhën në Durrës, në Shëngjin në Durrës dhe në Vlorë. Dhe me anije greke u embarkuan dhe shkuan në Korfuz. Korfuzi u pushtua nga ushtria angleze dhe franceze pa lejen e mbretit Konstantin, dhe u tha që këtu të vendosë ushtria serbe. Dhe më thënë, gjatë ardhjes së tyre patën shumë viktima nga mungesa ushqimit, nga ilaçeve, nga ftohti, nga gjëra. Dhe një hekatombe dytë e ushtrisë serbe mbas asaj të vitit 12-13. Dhe në Korfuz, që ishte i vogël, për hapë së mund të zëndërisë. Ishte një fuqi shumë e madhe e pastabilizuar në për godina. Vdiqen me qindra dhe mira dhe ushtarë kanë vdekur atje serb, i qua në një ishull vida që në pjesën lindore për që mëne, nga deti, edhe atje ushtarët serb që vdiqen i vini nga një gur, në trup, edhe jetin në det, s'krymë dhe varosin, se ti di, ke prasysh ti, Korfuzi, skadat është rrenë shkëmorë shumica, edhe atje për 50 vjetë, rjesht, peshkatarët grek nuk kanë luajtur. Edhe serbët ka bërë shumë filma dokumentar, film artistik për këtë tërheqje. Po përsia shqiptare, nuk u hakmor kundër atyre? Jo. Shiko, nuk u, do të thënë, serbët nuk janë shumë mirënjohës për ndihmën që dha populli shqiptar. Fatikisht, këto dhe durhame me drejtë, kur kishte bukë, ju jepte. Kur s'kishte, për vetës s'kishte jepte. Nuk i sulmoi, nuk i vrau. Edhe për faktin që e thash një herë që e Sat Pashtoptani, që ishte miku i tyre, more masa me njerëzit e tij dhe kryej kushte ata që të vinin këtu. Kryoj një korridor. Për korridorin atje, dhe ai e ndihmoi mbretin e Serbisë, Petar Karađorđević, që ishte në mosh, e strehoi këtu të sarajat e toptanëve, pastaj edhe shoqëroi dhe që në Durrës. Pastaj kur erdhi djalit i printit vazhgimtar Aleksandr Karađorđević, i vuri makinën në dispozicion e Satit në Tiranë, shkoi në Durrës. Kur vajte në Durrës atje trupat serbe u goditën nga aviacioni austro-hungarez. Atëherë Sati e mori Aleksandrin dhe e çoi te shtëpia e tij në rreth,
ka pas një shtëpi rreth afër 4 rrugëve. Aty mbajti derisa ata ikën. Dhe për këtë arsye, Esati konsiderohet nga serbët dhe nga populli serb miku më i madh i popullit serb. Edhe në YouTube mund të shikosh shumë emisione që janë bërë për Esatin si miku më i madh i popullit serb. Dhe kur ka vrarë Esati, që vrarë nga Rusemi, Skupshtina, Parlamenti i Serbisë ka ndërprerë më njëherë punimet edhe ka mbajtur 1 minutë heshtje për Esatin. Ja lehtësoi faktikisht atë vuajtjet e ushtrisë serbe. Në çfarë? Okej, kjo është pak a shumë një histori e jonë e pasodiuar, periudha 12, ose më saktë që nga viti 1910 me shtypjen e kryengritjeve nga ana e Turgut Pashës, masakrave që bëri në veriun e Shqipërisë. Dhe një studim i joni në fakt nuk është një studim kompleks për të treguar raportin e forcave, ku shpesher neve prisit tanë i konsiderojnë tradhtar se kanë marrë para ose armatime nga njëra fuqi, po në fakt janë ka qenë vetë një mungesë e nuhatjes politike dhe kontekstit global të gjërave dhe mungesë e informacionit se çfarë zhvillohej në zyrat e fuqive të mëdha që caktonin kufit e botës në atë momente. Po gjithsesi neve mund të studiojmë fare mirë edhe periudhën midis luftrave ballkanike ose menjëherë mbas luftrave ballkanike. Ne jemi ndaluar në fakt vetëm në trajtimin folklorik të Princ Vidit dhe në trajtimin ndjes folklorik të Esat Pashtotanit ose të prizve shqiptar pa marrë parasysh kompleksitetin e asaj çfarë po ndodh. Ashtu vërtet dhe kofre, lufta ballkanike nga ana jonë si shqiptar do të studiuar më shumë, sepse ishte lufta më tragjike në historinë e kombit shqiptar. Mas 500 vjetësh për herë të parë diskutohet tani këta shqiptarë do krijojnë një shtet të tyre. Dhe një luftë që faktikisht na konturoi kështu si jemi sot. Po, dhe ne duhet të jemi mirënjohës konferencës Londrës. Disa shumica e historianëve tanë e kritikojnë. Shiko, mentaliteti i marrëdhënieve ndërkombëtare është kjo, që fuqitë e mëdha çojnë në radhë para interesin e tyre dhe i forti bën ligjin. Ne po shikojmë tani në botë çfarë ndodh në Ukrainë dhe çfarë ndodh në Lindjen e Mesme, apo jo? Po. Ne nuk prisim për shkak që Austro-Hungaria apo Italia të rrezikonte interesat e vetë themelore për Shqipërisë. Ai do e mbronte Shqipërinë ai sa interesonte asaj. Dhe po mos e ky vendim i konferencës Londrës, në rrezik i madh do të ishte që ne do ishim shtet. Se s'kishim organizim. Duke marrë parasysh që edhe një pjesë të historisë neve kemi nditur me duan në xhapa. Kemi defektet tona. Prisa tanë shumë do vënuar. Kjo punë, thashë në fillim duhet bëjmë 108, 109, shkëputeshim nga Turqia. Mbajtem me iluzione se Turqia do na mbronte ne. Jeta tregoi që Turqia na braktisi. Shiko, në Kosovë ka ende segmente që mendojnë që Turqia do futet në luftë nëse i ngatmon Serbia. Domethënë kaq trufar ke edhe sot e kësaj. Bëj një kundërpyetje. Pse nuk hyri Turqia në luftë kur na pushtojnë në Italia në 39-ën? Jo, syri. Bile kam lexuar kujtimet e marshallit grek, Papapagos, që grekët vajtën në Turqi dhe morën leje nga ata dhe i thanë ne do sulmojmë në Shqipërinë, më përpara se të fillonte lufta e Italisë. Kjo. Po pse nuk ndryshën turqit kur pushtua Kosova, kur filloi terrori atje? Vërtet ndihmuan fondin e NATO-s, vërtet. Është vërtet kjo. Por ama austri-turkët nuk shkojnë në Kosovë. Nga çka kam lexuar dhe nga çka kam dëgjuar unë, po mos ishte si lokomotiv Bill Clinton dhe Tony Blair që t'i merrnin zvarr gjithë këto shtetet perëndimore që ishin që të gjitha filo-slave, Kosova s'kishte për t'u çliruar. Zoti, përparim unë ju falenderoj që ishit sot me mua. Falenderit edhe juve për ftesën dhe që më dhatë mundësi që të në mënyrë modeste të shpreh disa pikpamje. Ju uroj suksese në punën tuaj, të mëtejshme në studimin e kësaj fushë dhe në qëmtimin e gjërave jo vetëm nga arkivat serbe, greke, shqiptare, italiane dhe turke. Faleminderit që ishte me mua. Falenderit juve. Faleminderit dhe juve që na ndoqët. Mos harroni gjithmonë, mund të na ndiqni në kanalet tona në YouTube, Dritare TV dhe të kanalit Rudina Xhunga, ku do gjeni emisionet tona
të cilat nuk kanë vetëm politikë, po kanë edhe histori, pjesë të historisë të cilat nuk është se janë gërmuar shumë nga historianët tanë. Historia jonë ndoshta edhe për shkak të mungesës së personelit, të mungesës së fondeve, është përqendruar në disa pika fokale, por këto pika fokale nuk marrin kuptim nëse nuk studiohet gjithë pjesa lineare e historisë tonë. Faleminderit dhe natën e mirë.